Shkallët historike që të çojnë drejt Kuzum Babas në qytetin e Vlorës, një nga pikat më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore, fetare dhe turistike të jugut të vendit, kanë qenë prej vitesh në një gjendje të amortizuar, duke shkaktuar shqetësim të vazhdueshëm te banorët dhe vizitorët. Megjithatë, mbas një pritje të gjatë dhe thirrjeve të shumta për ndërhyrje, më në fund kanë nisur punimet për rikonstruksionin e tyre, duke shënuar fillimin e një investimi të rëndësishëm për qytetin. Kuzum Baba është një nga vendet më të frekuentuara në Vlorë, jo vetëm për besimtarët, por edhe për turistët vendas dhe të huaj, që ngjiten drejt majës për të shijuar panoramën e qytetit dhe detit Adriatik. Shkallët që të çojnë drejt këtij vendi simbolik përbëjnë një pjesë të rëndësishme të itinerarit, por për një kohë të gjatë ato ishin kthyer në një burim rreziku. Segmentet e thyera, mungesa e mirëmbajtjes dhe infrastruktura e dëmtuar e kishin bërë kalimin të vështirë, veçanërisht për të moshuarit dhe fëmijët. Situata rëndoi edhe më tepër nga gjendja e mjedisit përreth. Filli i shkallëve, por edhe disa zona anësore, ishin zhndëruar në vende të mbushura me mbeturina, duke dhënë një pamje as pak dinjitoze për një atraksion kaq të rëndësishëm. Kjo gjendje është shpesh objekt kritikash në media dhe rrjetet sociale, ku qytetarët kërkonin përgjegjësi dhe ndërhyrje konkrete nga institucionet përkatëse. Banorët e zonës kanë ngritur vazhdimisht shqetësimin për këtë problem, duke theksuar se Kuzum Baba nuk është thjesht një vend pelegrinazhi, por një simbol i qytetit të Vlorës. Sipas tyre, neglizhenca e deritanishme jo vetëm që rrezikonte sigurinë e vizitorëve, por dëmtonte edhe imazhin e qytetit si destinacion turistik. Nisë më në fund investimi për rehabilitimin e shkallëve të Kuzum Babas, trajtuar shpeshherë nga televizioni 6+1 Vlora, madje edhe me shqetësim për gjendjen problematike të shkallëve, duket se më në fund ka ardhur reagimi edhe pse i vonuar, ku ka nisur ky investimi shumë pritur, jo vetëm për banorët e zonës, pasi rehabilitimi këtyre shkallëve ishte një domosdoshmëri për të shkuar në vendin e shenjtë nga qytetarët e Vlorës, por edhe turistët e shumt, vendase të huaj që e zgjedhin atë. Nisja e punimeve për rikonstruksionin e shkallëve shihet tashmë si një hap pozitiv dhe i vonuar, por i domosdoshëm. Projekti parashikon restaurimin e plotë të shkallëve historike, përforcimin e strukturës së tyre, si dhe përmirësimin e aksesit për vizitorët. Krahas kësaj, do të kryhet edhe sistemimi i hapësirave përreth, pastrimi i mbetjeve dhe rregullimi i mjedisit me qëllim krijimin e një ambienti të sigurt dhe estetikisht të pranueshëm. Ky investim pritet të ketë një ndikim të drejtë për drejtë në zhvillimin e turizmit në Vlorë, veçanërisht gjatë sezonit veror ku qyteti pret një numër të lartë vizitorësh. Përmirësimi i infrastrukturës drejt Kuzum Babas do ta bëjë këtë destinacion më të aksesueshëm dhe më tërheqës, duke rritur vlerën e tij kulturore dhe ekonomike. Vizitorët, që tashmë kanë qenë dëshmitar të nisjes së punimeve, shprehen optimist se ky investim do të përfundojë brenda afateve dhe me cilësi. Ata theksojnë se rikonstruksioni i shkallëve është një domosdoshmëri dhe një shenjë respekti ndaj historisë dhe trashëgimisë së qytetit. Nisja e punimeve për shkallët e Kuzum Babas përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt përmirësimit të infrastrukturës turistike dhe ruajtjes së vlerave historike të Vlorës. Ky investim pritet t'i rikthejë kësaj zone dinjitetin e munguar dhe të shërbejë si shembull për ndërhyrje të ngjashme edhe në monumente.